Ka agentura, absolutisht ka. Absolutisht ka friksione brenda, ka interesa, por në fund të ditës duhet të kuptosh një gjë, këtë vend e ka kapur mafia sot. Dhe vetë kryeministri mase duhet të ketë dëshirë ta lëshojë, sepse po shikon që po ikin frenat nga duart, nuk po i mbajnë me frenat, ka marrë dishes kjo pushteti i tij, por nuk e lë mafia, sepse mafia normale, agenturat mafia ajo është bashkë janë të lidhur me njëra tjetrën, ato janë interesa që i lidhin. Por kjo punë ka marrë fund dhe absolutisht që me sa arrit të kuptoj unë, është një plan i mirë organizuar, i mirë studiuar dhe do të vinde kjo pikë. Por këtu sot diskutohet një periudhë, një ngritje e një force të fuqishme rinore, e cila duhet të jap siç po i jep dhe po merr për masa gjigante, do të jap një tjetër panoramë. Pra duhet të krijoj situatat pavarësisht sepse unë e shikoj nga larg, si ndoshta juve jeni dhe gazetarët dhe shkoni për ditë atje, po unë e shikoj thjesht nga televizori. Por shikoj sepse thash unë nuk jam politikan, por po shikoj që diçka po ndryshon, ata sot po shikojnë për krimin e një force politike dhe i them se do ta lëvizja për ndryshimin e kodit zgjedhor, se ajo është piknisja në fakt. Po vetëm lëvizja e kodit, po zotëri, po normale, sepse si mund të çosh ti deputet liste? Kush janë këta deputet pa dinjitet? Çfarë janë këta deputet liste për zotëri? Deputet pa një dinjitet. Shkoj ti të zgjedhë avokati i popullit si u bë. Shko qa loje pisët e pa bes, talëse me këtë popull, nuk kam gjë fare me zotërinë që zgjedh avokat popull, nuk e një fare. Absolutisht nuk e një. Dhe unë edhe një status kam thënë uri me avokatin popullit. Por forma se një zgjoft ishte ironike, cinike, talëse, dhe më të shpërfilse. Po mirë më zotëri, këtë gjetur ti të gjesh një avokat populli pa vota. Këtë i jep votën, pasaj besh gjashtë me pishman, për kush një hakë tonë. Ku ke gjetur ti që kandidat për avokat populli vend pas deputete pa dignitet për t'i marrë firmën aty për të konkuruar? E shumë të tjera. Sepse pikërisht, sepse janë këta deputet që janë të listës, janë deputet pa dignitet. Zotri, edhe deputet me dignitet, unë e kam thënë, duhet të kesh gen, mor zotri, duhet të kesh gen. Në momenti që ty nuk të dhimbet ky kom, nuk të dhimbet interesat kombëtare, nuk e meriton të jesh ligjvënës, mor zotri. Të jesh ligjvënës, duhet të jesh familje fisnike. Edhe unë e kam thënë me kohë, duhet të jesh human, duhet të jesh fisnik, duhet të jesh i Zotit, duhet ta duash të kom, e të tjera, nuk mund të marrësh ti deputet liste dhe ti vendos atje njerëz pa dignitet. Edhe kanë katandisur në parlamentin me qesharak. Aty ka deputet shumë të mirë, unë kam shumë konsiderata për një pjesë të mirë deputetve, por ka dhe deputet që të vjen, më falë, të pështirë, pa moral, pa dignitet. Pra këta deputet do ta bëjnë këtë vend. Aq më keq pasaj ku japën ose drejtuese këtyre deputetëve pa dignitet. Pra ky lloj stature zotëri nuk i jep impuls vendit. Dhe shqiptarët, unë kam thënë herë tjetër, janë të zgjuar, nuk janë ata shqiptarë që mund manipulohej. Sot shqiptarët janë jo të zgjuar, po janë shumë të mençur. Ku ka vajtur shqiptarët jashtë sot dhe nuk kanë prevaluar? Ku më thuaj në një vend të botës? Shqiptarët janë zot, më thotë se zot geni i këtij gadishulli i lirë. Geni që janë të zot dhe kudo kanë çarë dhe kudo janë të zot dhe ku vjen shqiptar, kudo pasqyrojnë veten e tyre. Tregojnë që janë të zot, pra vetë është damari, vetë gjaku shqiptar janë të zot. Politikat e shpopullimit u kthyen në bumerang, se tani po kthehen, kemi marrë mjaft nga diaspora që po kthehen. Me atë natën edhe revoltën e largimit. Shumë e saktë dhe reagimi, domethënë dhe kjo hap si një sëmundje, domethënë në thojza gjithmonë e kundërta. Ka një lëvizje madhe më zotrin, sepse u ngritën në gjithë kryeqytetet europiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u ngritën gjithë një zëri, e kupton apo jo? Pra ndjenja dhe urrejtja kishte arritur në kulmin. Po ka shanse që mund të kthehet kjo se studentëve apo nuk besoni? Unë të thash i nderuar dhe po e them prap, nëse ngrihet Vlora është barometri dhe i ka vajtur thika në palc, sepse vetë Vlora është një popull i tillë, është popull brillant. Jo se janë mund vlonjate dhe absolutisht të shqiptarët janë të mirë, por Vlora nuk ka kthim. Do të thënë Vlora e ka në derë më zotri. Gore kanë përmbysur perandorin më zotri. Po është histori e vërtet. Unë e thash dhe herën e parë nëse mban mend, më zotri, 4000 burra, ishi 41 milion banor në Itali. Dhe po
dhe vendosën ja vdekja liri dhe ka marrë fund kjo punë dhe të hidhet sa doj ai. Pse vajti me 70 roje Rama në Vlorë para 4-5 ditësh? Me 70 roje, pse vajti? A njën vetë Rama se është gjysmë vlonjar? Pse vajti me 70 roje? Ja që nuk e ndjen dhe vetën sigur. Ja që i ka hyrë në hak të popullit. Ja që i ka vjedhur këtë popull. Dhe tjetra zotëri, kërkohet imuniteti deri në Ballukut dhe ky e mbron. Unë s'kam gjë fare se një fare zonjë Balluk. Fare. Po në momentin zotëri që mua në qoftë se dje, unë isha në detyrë ose në qoftë se mua nesër më kërkon spaku, mendon se unë kam konsumuar një vetë penale, unë vetë zotëri pa më thirr fare. Sa të më thonë paraqitu në sekondë të më paraqitem. Ai që është shtetar dhe ai që është burr shteti dhe ai që ndjen se ka shkelur ligjin e shtetit. Ai që ndjen që ka prekur interesat kombëtare. Unë zotëri paraqitem me shumë kënaqësi dhe nëse unë kam shkelur ligjin, se unë mos e kuptoj që kam shkelur ligjin. Mua nëse prokurori thotë zotëri ka shkelur 1, 2, 3, unë do shikoj. Po se kam shkelur, i them zotëri këtu mbien qaf. Po e kam shkelur, do vetë dorëzoj vetë. Mban në çfarë kam thënë një intervistë shumë shpejt, nëse unë do të isha në pozicionin e Belinda Ballukut, do të jepja vetë dorëheqje, të kujtohet? Po. Sepse aty duket cilësia i burrit shtetit. Pse ke frikë ti nga paraqitja para spakut? Pra, detyrimisht që arriti pika e vizit. Edhe faturë Ballukut thoni që të gjitha bashkë në do. Po pse shpopullimi, po ç'do të thotë zotëri?